Unë dje ju përmenda sepse kishte interesim nga kryetarët, posaçërisht i Bashkisë të Tiranës më pyeti se të di detajet më shumë rreth kësaj ngjarje. Unë ju bëra thirrje sepse krejt Kosova është ngrit në këmbë. Kemi protesta të përditshme, protesta, marshe të kërkimit të drejtësisë për Astritin. Një aktivist i ri 26 vjeçar i lëvizjes vetëvendosje, burgosët, mbahet në burg për 67 ditë pa akt akuz, pra nuk i ngritet akt akuza, por më e keqja edhe pa u marrë në pyetje fare nga hetuesit. Domethënë për 2 muaj e gjys ndodhi një sulm në Kuvend, nëse ju kujtohet, ishte 2 ditë para demarkacionit dhe mendoj se qëllimi ishte që të prezantohet lëvizja vetëvendosje si terroriste dhe u fabrikuan gjitha ato dëshmi dhe u futën 6 djem me vashatri në burg. Por paramendone situatën kur dikush akuzohet për terrorizëm dhe nuk merret në pyetje për 2 muaj e gjys. Asë që janë interesuar ta kuptojnë se çka ndodh, dhe Astriti ka vdek në rrethana, unë e them, të dhunshme, sepse ka vdek nga asfiksia dhe me një objekt të fortë. Dhe tashmë diskutimi i shtetit është a është vetvrasje apo vrasje, 2 gjana. Ata e kanë marrë në pranga, e kanë kthyr në arkivol. Pa akt akuz, pa asnjë gjë. Është e qartë kjo punë se kush është përgjegjës. Dhe dyta, duhet të besojmë që ja ka nxonë frymën vetes me një shishe të plastikës që është vështirë e besueshme, por megjithatë ne kemi kërkuar hetim të pavarur për Astrid Deharin në mënyrë që të kuptojmë dhe tashmë është një shqetësim shumë i madh në Kosovë kjo. Prandaj ju thash edhe kryetarit Veliaj, e shpresoj që të kemi edhe deklarim nga institucionet e Republikës së Shqipërisë, sepse po flet Parlamenti Evropian, kemi deputet të Parlamentit Belg, të Partisë Socialiste atje, kemi deputet në Danimark, kemi deputet gjithandej në Evropë, Amnesty International që kërkojnë hetim të pavarur e drejtësi, do të ishte mirë që edhe ne si shqiptarë në përgjithësi edhe Republika e Shqipërisë, edhe shqiptarët të tjerë, të flasim për këtë çështje, sepse është e domosdoshme për shëndetin e shoqërisë tonë dhe për shëndetin e kombit tonë. Dhe ndoshta protestat janë të iniciuara sepse ndihen të rrezikuar pikërisht nga kjo ngjarje? Po, shoqëria civile po i organizon dhe shoqëria civile zakonisht në Kosovë nuk ka marrë hapa të tillë të protestave apo marsheve edhe pse ka qenë e zëshme për këto gjëra. Por definitivisht është një shqetësim që po vret në çdo diskutim, në çdo kafe, në çdo vend të Kosovës. Domethënë, të rinjt ulën dhe thonë çka i ndodhi. A mund të ndodhë kjo në një institucion tonin? Një institucion që ne besojmë se duhet të jetë më i sigurti. Jenë burg, është e vërtet që nuk jenë liri, por kur jenë burg, spaku është një siguri që nuk ndodhin këto gjëra sepse jenë në mbikëqyrje të vazhdueshme dhe familja Dehari është një familje patriotike, por tashmë është fëmiu i dytë që kanë humbur për një periudhë shumë të shkurtë, sepse edhe vllau i Astritit Arnori ka vdekur para 2 viteve në rrethana të paqarta, ku nuk ka asnjëherë rezultat përfundimtar të hetimit të na thonë neve familjes se çka ka ndodhur. Por ne që kemi punuar me ta, është humbje jashtëzakonshme se ka qenë me të vërtet një djalë, unë i përmena këto qendrat e mikësisë familjare në Prishtinë, por Astriti ka qenë një djalë shumë parimor, shumë i guximshëm, se zakonisht kur vdesin njerëz flasin më mirë për ta, por për Astritin nuk ja teprojmë. Dhe një aktivist të tillë, të ri, të ndodh kjo është demotivuese për çdo të ri që të merret edhe me politikë edhe me aktivizëm. Prandaj sot faleminderit që bët këtë pyetje, shfrytëzoj rastin që këtu në Shqipëri të kërkoj drejtësi për Astritin në emër të familjes, në emër të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës.